Komisioni i ankesave në KQZ nuk po mundet të marrë vendimin mbi rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit në qarkun Kukës, që është edhe ankimimi i parë prej opozitës. Partia Demokratike ka kërkuar pavlefshmëri duke argumentuar ndër të tjera për shkelje me votën e diasporës. Para trupës së KAS Elia Blu shprehet se nga KQZ ka marrë të dhëna vetëm për votuesit në Greqi, ku thonë se firmat për t'i marrë zarfet në dorëzim nuk janë bërë nga emigranti përkatës. Nga ajo që kam parë deri tani, është që kemi dyshime të theksuara, dyshime serioze në lidhje me nënshkrimet që janë vendosur aty. Me sy të lirë dallohen raste që janë një vizë, një valizim, një rreth me një vizë në mes në formë pi, shenja të tjera që nuk njësojnë as pak me nënshkrim të ndonjë individi. PD thotë se ende nuk ka dosje në votuesve nga shtetet të tjera, si zgjidhje u kërkua së paku të kenë të dhëna nga vendet ku ka më shumë zgjedhës. Rezident në Angli, Gjermani, Belgjik, Amerikë, Meradh, Itali, nuk i kemi këto të dhëna ende. Megjithatë, edhe vetë KQZ ende nuk i ka materialet. Mënyra më të shpejtë të mundshme për të siguruar informacionin e nevojshëm. Zyrtarisht, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se po analizon firmat që DL-ja u ka marrë emigrantëve kur u ka dorëzuar zarfet. Nga ana tjetër, edhe prokuroria e Elbasanit ka sqaruar Partinë Demokratike se ka nisur hetimet lidhur me akuzat e opozitës se në Peqin ka ndodhur fenomeni i trenit bullgar. Flet votimi, lista votimi dhe narko euro. Ndërkaq KAS ka vijuar me shqyrtimin e ankesave të Partisë Demokratike dhe për 11 qarqet e tjera ku opozita shprehet për pavlefshmëri.